Në shoqëritë bashkëkohore, konsumimi i alkoolit është kthyer në një fenomen gjithnjë më të përhapur, sidomos mes të rinjve. Për shumë prej tyre, alkooli shihet si një mënyrë për t'u argëtuar, për t'u çliruar nga stresi apo për të harruar problemet e përditshme. Megjithatë, një numër i madh të rinjsh e konsumojnë alkoolin pa menduar për pasojat që sjell. Përveç dëmeve fizike, përdorimi i tepërt ndikon negativisht edhe në shëndetin mendor, duke shkaktuar probleme psikologjike dhe emocionale. Përdorimi i alkoolit shkakton sjellje impulsive, humor të irrituar, veprime të nxituara, të cilat çojnë në vendimarrje të gabuara, çojnë në dhunë, në agresivitet të shtuar, pastaj këto kalojnë dhe në probleme ligjore, në konflikte familjare. Sipas një statistike të OBSH-s, rreth 25% të vdekjeve tek të rinjt të shkaktuara nga aksidentet dhe suicidet vijnë nga përdorimi i alkoolit në masë më të madhe se ç'duhet. Trajtimi është multidisiplinar. Domethënë, për mua, roli kryesor është familja. Pjesa e dytë është pjesë e shkollës. Trajtimi është psikoterapia, me ku shfaqen të problemet të gjumit, të çrregullimeve të sjelljes apo dhe problemet me diagnoza psikiatrike, duhet dhe kombinimi me farmakoterapi. Gjithashtu Binishi nënvizon se alkooli po bëhet gjithnjë e më shumë pjesë e kulturës së festimeve dhe aktiviteteve shoqërore të rinjve, duke u kthyer në një zakon të përditshëm që rrezikon të normalizohet.